Jemi angazhuar në një proces reformimi të modelit të menaxhimit të pyjeve dhe të natyrës ndërsi. Një reformim i cili do duhet filloj nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashk dhe duke krijuar një sinergji mes të dyjave, për të pasur një agjenci e cila të merret 360 gradë me zonat e mbrojtura me pyjet, sepse eksperienca ka treguar që duam apo s'duam ne janë dy komponent të pazgjithshëm nga njëri tjetri dhe dy agjenci nuk e bëjnë më të lehtë, por e bëjnë më të ngatruar procesin dhe nuk na ndihmojnë të ecim më shpejt në drejtim të një mirë menaxhimi të një cilësie që garanton standardet europiane në këtë fushë, të cilat, siç e dini shumë mirë, janë shumë rigoroze dhe shumë ambicioze për Shqipërinë në kushtet ku ne jemi sot përtej përparimit të jashtëzakonshëm që kemi bërë. Po ashtu, kjo lidhet dhe me domosdoshmërinë për ta standardizuar menaxhimin e pyjeve në gjithë territorin, sepse sot kemi një menaxhim të fragmentuar. Kemi modele, nëse mund t'i quajmë modele, të cilat nuk janë koherente me njëra tjetrën. Vendosja e një sistemi kombëtar të monitorimit biodiversitetit si një mekanizëm që pastaj na garanton planifikim të bazuar në të dhëna të marra shkencërisht nga territori është një tjetër aspekt që ne besojmë se do ta garantoj kjo reform që ka nisur të konceptohet, siç thash, në Ministrinë e Mjedisit. Jemi në një tjetër sfidë të madhe që e kemi parë të tërë dhe e shohim sidomos gjatë sezonit të verës, kur temperaturat rriten shumë, që është problemi i madh, sfida e madhe e zjarreve. Dhe për këtë arsye, nevoja që të ndërhyjmë me shumë më tepër kurajo në aspektin e reformës dhe me shumë më tepër angazhim në aspektin e vëmendjes për sa i përket pyjeve është çdo vit dhe më e madhe. Dhe nga ana tjetër, nevoja për të rritur kapacitetet tona për plotësim po ashtu është çdo vit më e madhe, sepse siç e kemi parë, askund nuk i ka gjetur ndonjë ilaç zjarreve që kur vinë bëjnë dëme deri edhe kolosale. Por nuk mund të qëndrojmë duke përsëritur të njëjtën gjë, sado që mund të ketë qenë rezultative në periudhat më parshme, kur në ndërkohë nevojitet që të bëjmë diçka tjetër, pikërisht sepse duhet t'i përgjigjemi sfidës duke reaguar edhe duke investuar pa humbur kohë në ato pjesë që për shkak të zjarreve kthehen në plagë. Për këtë arsye po angazhojmë edhe burime të reja financiare për të futur edhe teknologjinë duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes plotësimeve me dron që sjellin saktësi, sjellin eficiencë
janë të buxhetuara për vitin që po vjen dhe duke ndërtuar një bazë vitin që vjen do të rrisim pastaj edhe financimet, do të rrisim edhe intensitetin e këtyre punësimeve në vitet e mëtejshme. Një tjetër domosdoshmëri që e ka sjell kjo kohë është domosdoshmëria për të zgjeruar kapacitetin e filanishteve publike. Duke bashkëpunuar me bashkitë, padyshim, por edhe duke mbështetur pikërisht agjencinë e re kombëtare të zonave të mbrojtura dhe të pyjeve, apo të pyjeve zonave të mbrojtura, këtë nuk e di eksaktësisht si do të quhet dhe si do jetë radha, për të krijuar fondin e vet dhe për të pasur rrjetin e vet të filanishteve. Në këtë drejtim kemi ndërhyrë edhe ligjërisht për të sjellë një risi që sapo ka hyrë në fuqi lidhur me detyrimin e të gjithë atyre që ndërtojnë në Shqipëri që sipas metrave katror që ndërtojnë të kontribojnë për këtë fond të gjelbërt. Një tjetër element i domosdoshëm është fuqizimi me teknologji edhe në aspektin e prodhimit të fidanëve. Ka sot mundësi të reja në këtë drejtim dhe plani i Ministrisë së Mjedisit është që t'i shfrytëzojmë këto mundësi, ashtu si kundër edhe mundësinë e pamat të vënies në shfrytëzim të inteligjencës artificiale. Një gjë tjetër që koha e ka treguar më së miri, por që ne duhet të përpiqemi ta tregojmë edhe më mirë për njerëzit, për komunitetet, për shoqërinë, është fakti që zonat e mbrojtura nuk janë penguese domosdoshmërisht të zhvillimit ekonomik dhe të rritjes të ardhurave. Nëse ato menaxhohen me zgjuarsi dhe në mënyrë kreative, por po ashtu nëse ato edhe administrohen si duhet në aspektin e mbledhjes së të ardhurave, gjë që e kemi parë me sistemet e reja të biletimeve elektronike, të ardhurat në zonat e mbrojtura mund të jenë të konsiderueshme dhe mund të funksionojnë më së miri si një burim i ri i atyre komuniteteve që jetojnë brenda atyre territoreve. Dhe sot mua më vjen mirë shumë të them që ne kemi faktikisht mbi 1 milion hektar të përfshira në territorin e përgjithshëm të zonave të mbrojtura, që janë mbi 20%, gati 22% e mbar territorit. Por nuk mjafton ta thuash këtë në mënyrë të përgjithshme, sepse ajo që duhet është pastaj futja më thellë dhe në mënyrë më detajuar brenda gjithë këtij territori që përmblidhet në mbi 1 milion hektar, për të parë se si në çdo pjesë të tij potencialet e zhvillimit ekonomik janë po aty, pa qenë nevoja për të ndërhyrë me zhvillime që shumë më tepër dëmtojnë se sa sjellin vërtet zhvillim të qëndrueshëm në një afat më të gjatë.
Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, për t'ju dhënë një ide, i ka katërfishuar të ardhurat e veta vetëm në periudhën e 3-4 viteve të fundit. Por, nga ana tjetër, po të shikosh nga vinë këto të ardhura, kuptohet shumë qartë që potenciali është shumë më i madh, sepse kryesisht rreth 70% e këtyre të ardhurave të katërfishuara vijnë nga 3 pika që janë Syri Kaltër, Kuna e Vajinit dhe Mari Dajlit. Dhe vijnë nga 3 pika jo thjesht për shkak të fluksit, se fluksi aty ka qenë më parë, apo fluks ka dhe në zona tjera, por sepse sistemi i menaxhimit elektronik të ardhurave ka sjellë një hop cilësor, gjë që e bën thjeshtësisht të domosdoshme shtrirjen e këtij sistemi në të gjithë territorin. Nuk duhet zgjatem më shumë, dua vetëm të them që në këto vite që kemi përpara, që përkojnë me momentin historik të përpjekjes për antarësim dhe në radhë parë me synimin e shpallur për të mbyllur negociatat teknike me Bashkimin Evropian brenda vitit 2027, fokusi tek mjedisi, fokusi tek pyjet dhe mirë menaxhimi i tyre, fokusi tek zonat e mbrojtura, fokusi tek fuqizimi i një ekonomie të re të qëndrueshme të bazuar tek natyra, do të jetë shumë herë më i madh se sa deri më sot. Edhe për shkak sepse, siç e thash në fillim, sfida që lidhet me ato pjesë negociatave që prekin mjedisin është mbase më e vështira nga të gjitha, sepse kërkesat janë maksimale, standardet janë maksimale dhe përtej përmirësimeve të jashtëzakonshme që ne kemi bërë në këtë aspekt, po të nisemi nga ku nisëm, jemi ende shumë mbrapa, po të llogarisim se ku duhet të mbrim dhe ku duhet të mbrim në një kohë shumë të shkurtër. Kështu që unë duhet i falenderoj të gjithë ata që kontribojnë në këtë fushë, duhet falenderoj të gjithë ata që janë këtu si miq, si partner, si mbështetës të ekipit të Ministrisë së Mjedisit, jo për shkak të Ministrisë, por për shkak pikërisht të një kauze të përbashkët, dhe duhet besoj që Ministri i Mjedisit dhe ekipi i tij do të gjejnë mënyra të reja për të hapur më shumë kanale komunikimi, për ndërtuar më shumë ura me komunitetin e njerëzve që kanë një dedikim veçantë për mjedisin. Duke mbyllur, duhet të them këtë që duke qenë nevojën për të rritur ekonominë, duke qenë nevojën për të krijuar punësim më cilësor, duke qenë nevojën për të modernizuar infrastrukturën dhe kështu me radhë,